Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski premton se qeveria po punon për gjetjen e zgjidhjes ligjore, me të cilin studentëve shqiptar të juridikut do t'u mundësojë që provimin e jurisprudencës ta jepnin në gjuhën shqipe. Mickovski tha se po kërkohet zgjidhje kushtetuese sipas standardeve ndërkombëtare, pasi ligji për gjuhë është kontestuar në gjykatën kushtetuese pikërisht për pjesën e gjyqësorit dhe se Komisioni i Venecias ka dhënë mendim negativ për këtë ligj. Istovremeno fakti je дека студентите кои што изучуваат правен факултет на својот мајчин во случајот албански јазик имаат право да го прават тоа и се дел од образовниот систем во Македонија. Така што ние формиравме комисија, таа комисија е составена од уставни експерти и таа работи на изнајдување решение кое што ќе биде и уставно и согласно меѓународните стандарди. Njëkohësisht, është fakt që studentët që studiojnë juridiku në gjuhën anëtare, në këtë rast gjuhën shqipe, kanë të drejtë ta bëjnë këtë dhe janë pjesë e sistemit të arsimit në Maqedoni, kështu që ne kemi formuar komision. Ai komision është i përbërë nga ekspert kushtetues dhe po punon për gjetjen e zgjidhjes që do të jetë edhe kushtetuese dhe sipas standardeve ndërkombëtare, tha Mickovski. Për kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, protesta e studentëve kishte ngarkesë politike, ndërsa për këtë tha se ka njoftuar aleatët në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Drejt zyrtarizimit shkrihen në subjekt të vetëm politik të koalicionit vlen. Bilal Kasami, kreu Lëvizjes Besa, bëri të ditur se Kongresi i parë i vlenit si subjekt politik do të mbahet më 9 maj, ndërkohë që grupet e punës po koordinojnë për përgatitjen e tij. Në Vlen, vazhdon punët grupi i punës në drejtim të koordinimit të aktiviteteve për përgatitje të kongresit të parë, i cili është dakorduar të jetë me 9 maj. Në këtë fazë grupi i punës punon në drejtim të përgatitjes së programit, platformës dhe të statutit të partisë, ku do të jenë të përcaktuara të gjitha parimet bazë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama përgjigjëstroi çdo informacion të mundshëm për bllokim të procesit të integrimit. Shefi i qeverisë sqaroi se ky muaj është pjesë e bisedimeve intensive dhe në muajin maj do të merren vendimet përkatëse. Flitet e përflitet lart e poshtë për arsye të mosarsyes se negociatat janë bllokuar, janë ndaluar, janë penguar. Kjo është totalisht e pavërtet. Kush i thot këto nuk e ka fare iden se për çfarë flet. Negociatat nuk janë një shëtitje në lëndin, por janë një proces testimi i vazhdueshëm dhe provimesh të vazhdueshme. Në këto kushte, kryeministri u ndaldi në rëndësinë e standardizimit të punësimit në administrat për të garantuar ecurinë e negociatave në procesin anëtarësimit. Duhet një administrat e fortë, një administrat që ka aftësi nga njëra anë dhe integritet nga ana tjetër, për të pasur rritjen e vazhdueshme që kemi, qoftë nga të ardhurat në dogana, qoftë nga të ardhurat në tatime. Ministria e Ekonomisë në Shqipëri shpalos nismën për paraqitjen e vendeve të lira të punës në të gjithë sektorin publik përmes portalit puna.gov.al. Sipas Delina Ibrahimaj, qëllimi është standardizimi i punësimit të administratës. Ministri i Ekonomisë sqaroi se të interesuarit kanë 7 ditë afat për vendin e punës që duan dhe aty mund të gjejnë edhe rezultatin. Për Adea Pirdeni, ministre e shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin, sfida kryesore është sigurimi i kapaciteteve njerëzore. Albulena Axhiu është në ditën e parë të punës në mandatin e ushtruesit detyrës së presidentes së Republikës Kosovës. Uroj që secili në këtë institucion ta bëjë të jap më të mirën nga vetja, ju tha Axhiu stafit të presidencës. Ajo mori zyrtarisht të detyrë të shtunë në një ceremoni zyrtare nga ish kreu i shtetit Vjosa Osmani. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.